shqetësuar nga një foto e gjyshës së saj, e cila duket në sfond teksa shijonte jetën e luksit në Italinë e Mussolinit, autorja me shumë çmime prestigjioze, Lea Ypi, vrapoi një ditë të kërkonte në arkiva për të zbuluar të vërtetën historike të asaj kohe plot drithije, që këtej lindi një tjetër libër, të poshtruar. Ypi, një figurë e spikatur në këtë valë të re filozofësh e politologësh që kanë pushtuar botën, është një profesoreshe teorisë politike në Londër. Lea është kryesisht e famshme për filozofinë politike të mendimit të saj, për artikujt brillant që përcjell të informuara historikisht, të mprehta analitikisht dhe inovative gjithashtu. Çështjet të debatuara të saj në shumë forume ndërkombëtare janë ato mbi drejtësinë globale, teorinë demokratike, mendimin politik të iluminizmit dhe marksizmin. Duke jetuar mes dy kohëve, tiranisë komuniste dhe tranzicionit që e gjeti ende fëmijë në ditët studentore të saj, nuk ju desh shumë kohë për të kuptuar se liria e premtuar nga kapitalizmi sapo ardhur ishte thjesht një mashtrim i ri. Kjo përvojë dyfisht e Lea Ypit e bën sot atë skeptike të besoj se njeriu është në gjendje të gjejë lirinë e vërtet edhe kur sistemet ndrohen. Njëjtë mendon ajo edhe për Shqipërinë dhe shqiptarët, një vend dhe një popull ende në kërkim të lirisë si ideologji. Sot një Europë që duket se e ka humbur busullën e vet. Faleminderit Lea dhe mirë se erdhe në Tiranë. Çfarë do thotë ti je e lirë, Lea? Dje në një botë komuniste ku ne kemi jetuar, kemi pasur një pjesë të jetës, dhe sot në një rend të ri global e quajnë demokraci liberale. Në fakt, unë them që liria e vërtet ka të bëjë me përgjegjësinë morale të individit dhe liria e demokracisë globale, ose të asaj të ashtu quajtur demokraci globale, në fakt është një formë ideologjike dhe një interpretim që i jepet lirisë dhe që për mendimin tim nuk është liria e vërtet, sepse nuk është as demokracia e vërtet. Demokracia e vërtet, në kuptimin të vjetër grek të fjalës, ka të bëjë me përfaqësimin e barabart të gjithëve, dhe me idenë që ne marrim vendime të përbashkëta dhe i aprovojmë këto vendime së bashku në mënyrë që të reflektojnë lirinë e të gjithëve, në lirinë e brendshme ta reflektojnë jashtë. Por në një shoqëri globale ku ka kaq shumë asimetri pushteti ekonomik, politik midis zonave jugut dhe veriut të botës ose brenda për brenda një shteti, këto asimetri pushteti ekonomik dhe politik bën që edhe demokracia të mbetet një ideal dhe mos jetë përfaqësimi i barabartë të gjithëve vërtet, kështu që unë them që në botën e sotme nuk ka liri që është e kushtëzuar, zakonisht edhe ajo që është e kushtëzuar për disa individë jo për të tjerë, edhe demokraci që në fakt është vetëm demokraci në emër. Pra ne jemi gjithmonë në kërkim të lirisë? Po, mendoj që jemi në kërkim të realizimit të jashtëm të kësaj lirie morale që ne kemi brenda. Pra jemi në një kërkim të përjetshëm të një shoqërie të drejtë që të arrijë të reflektojë në institucionet e saj edhe në organizimin e saj këtë liri morale të brendshme që e kemi të gjithë. Ju jeni një mendimtare që rrugën drejt ndriçimit të disa të vërtetave historike nëpërmjet fuqisë së pashtershme të letërsisë e shihni si një mënyrë moderne të bërit letërsi. Si e konsideroni, si e vlerësoni këtë fakt? Në fakt unë e shoh si një qasje ndaj shkrimit që mundohet të bëj bashkë metoda nga fusha të ndryshme. Unë jam edhe kërkuese, pra kam një jetë akademike, një profil akademik, kërkimor shkencor dhe kam edhe një profil letrar. Dhe ajo që mundohem të bëj nëpërmjet letërsisë është që të sjell një qasje që është si filozofike, si letrare, pra punon nëpërmjet personazheve, ndërtimit, rindërtimit të kontekstit, por edhe historike. Dhe është një formë të shkruar që mundohet që të ketë të treja këto aspekte bashkë, letërsinë, filozofinë dhe historinë. Memuarët e filozofëve janë gjithmonë interesant si për formën e tyre ashtu dhe përmbajtjen. Ato zakonisht cilësohen si një hibrid mes narrativës personale dhe teorisë filozofike që shpesh përfshin meditimin mbi natyrën dhe prekupimet e veçanta filozofike të autores. Të hedhësh një kujtim si filozof është një akt radikal. Kjo e shtyn autoren shumë përtej zonës së saj profesionale, duke sfiduar supozimet në lidhje me marrëdhënien midis personales dhe jo personales, të veçantës dhe të përgjithshmes, të vërtetës dhe të bukurës. Në fakt nuk e kisha konsideruar asnjëherë që edhe letërsia mund të
çonte drejt të vërtetave historike. Sigurisht ne kemi bërë dhe kemi lexuar libra historik, por ti e fokusove kaq bukur mendimin që nëpërmjet letërsisë doje të shkoje ke një vërtet historike, jo vetëm ti, por edhe shkrimtarët e sotëm apo kudo botshëm që ndodhen. Dhe këtë e vlerësova si një gjetje të re, ndoshta edhe të pathënë dikur. Në një qasje naive, vendi i të vërtetës është historia dhe rindërtimi i historisë, ashtu siç e gjejmë në burimet e informacionit, pra në arkiva, në dosje, në letra, në jetëshkrime. Dhe ajo që unë kam kuptuar nëpërmjet kërkimeve historike është që e vërteta historike është një vërtet shumë e kufizuar, sepse reflekton gjithmonë këndvështrimin e pushtetit të cilit historia e shërben në një moment të caktuar. Dhe shpesh herë ne shkojmë në arkiv, kërkojmë të vërtetën në arkiv, kërkojmë të vërtetën në dosje, ndërkohë që aty gjejmë vetëm historinë që ka shkruar dikush, historinë, këndvështrimin e një pushteti të caktuar, me interesa të caktuar të një elite që ka një qasje ndaj një konteksti që është qasja e tij dhe jo domosdoshmërisht një qasje universale. Ndërkohë që kur e sheh këtë kufizim të historisë, fillon pyet veten cilat janë këto të vërteta për të cilat arkivat ose dosjet ose burimet historike heshtin. Dhe fillon të pyetesh veten kush është një metodë tjetër alternative që mund t'i japi zë heshtjes së arkivit ose që mund të bëj bashk fragmentet e informacionit që unë marr nga arkivat dhe që nuk vinë koherente. Dhe mendoj që letërsia ka këtë fuqi, sepse letërsia ka një fuqi identifikimi me atë këndvështrimin që është gjithmonë i kufizuar, por që nga këto kufizimet e vogla, nga këto fragmentet e atij mozaiku, arrin që të ndërtojë një të vërtetë tjetër, një të vërtetë alternative. Dhe mua më pëlqen shumë edhe shpjegimi jot si filozofe lidhur me lirinë. Në një tjetër shkrim tëndin ke folur që në këtë botë të mbushur me konflikte të përgjakshme është lindur patjetër nevoja për të rikonceptuar lirinë. Ndoshta burokracitë e institucioneve e kanë lodhur lirinë si koncept, si mendim, si filozofi, si ideologji, si e ke parë këtë këndvështrim? Unë e kam lidhur në fakt analizën sidomos me fundin e luftës së ftohtë dhe me atë që është quajtur fundi i historisë, sepse në vitet 90 ideja ishte që me rënien e komunizmit, liberalizmi demokratik, po themi, ishte i vetmi sistem që kishte mbijetuar dhe i vetmi sistem që vërtet mund të jepte lirinë njerëzve. Ndërkohë që me zhvillimet e mëtejshme të viteve 90, viteve 2000, me krizat financiare, me konflikte geopolitike globale, edhe ato institucione që konsideroheshin liberale dhe demokratike dhe të konsoliduara, filluan që të shkërmoqen dhe ne shohim gjithnjë më tepër krizën e këtyre institucioneve, gjë që ngshtron pyetjen sa të lira kanë qenë ato vërtet dhe sa të brishta janë këto arritje demokratike, liberale, edhe kur janë aty, edhe kur arrin të konsolidohen në sistemet e ndryshme ligjore të vendeve të ndryshme. Dhe kjo krizë e liberalizmit, që është një krizë për cilën flitet kudo tashmë në botë, që ka të bëjë me ndryshimin e gjeopolitikës, me ndryshimin e formave të pushtetit në vende të ndryshme, me zhvillime historike bashkëkohore, shtron pyetjen pastaj se çfarë është liria institucionale, çfarë është ideologjia rreth lirisë që ne na premtohet dhe na serviret nga politikanët, nga dogmat e ndryshme që i shërbejnë pushtetit, dhe çfarë është liria e vërtetë dhe si duhet kërkuar nga qytetarët e zakonshëm. Leja është ndër ato mendimtare që nuk beson tek detyrat teknike që duhet të përmbushim vetëm për të qenë në klubin evropian. Ajo zgjedh të kritikojë gjithë vëmendjen e përqendruar tek procesi i integrimit të Shqipërisë, duke e vënë theksin në një tjetër aspekt që për të ka rëndësi më të madhe, është drejtësia sociale. Shqiptarët, nënvizon ajo, kanë nevojë për barazi sociale, për përfaqësim të drejtash, duke e vënë në dyshim se në çfarë gjendje është Europa sot. Në të dy librat tuaj, të lirë dhe të poshtruar, si mendimtare, si shkrimtare, si filozofe, ti je vazhdimisht e shqetësuar për të shkuar drejt vërtetave historike, pra jo vetëm tek të poshtruar, me që unë nxite nga ajo që ngacmove në Facebook, në rrjetet sociale lidhur me një fotografi të gjyshes tënde. Por dhe tek të lirë ti ke dëshirë patjetër, dhe madje dhe je shqetësuar, të japësh të vërtetën historike që Shqipëria ne kemi përjetuar gjatë komunizmit. Kjo është një vokacion në fakt joti, apo bota është gjithmonë në këtë lloj trendi për të luftuar dhe për të dhënë të vërtetën historike kudo që ajo shoh. Si e sheh këtë? Unë them që më shumë se sa kërkimi të vërtetës historike, se unë them që nuk është e vërteta historike, nuk është një,
edhe nuk është diçka që vetëm një intelektual ose një shkrimtar e vetëm e gjen. Ajo që shkrimtari mund të bëjë është të hedhë dritë mbi gënjeshtrat, pra të shohë të vërë në pa format e manipulimit, format e premtimeve boshe rreth ideologjive ose rreth idealeve të ndryshme që në fakt pastaj bëhen ideologji. Dhe ajo që më mundohen të bëj nëpërmjet librave të mi, nëpërmjet kësaj qasje që është historike, letrare dhe filozofike, është pikërisht të hedh dritë mbi këto forma manipulimi të koncepteve të ndryshme si liria, si dinjiteti ose si barazia në librin e ardhshëm që jam duke shkruar tani. Lea, ti je profesoresh, ndoshta i ke parë edhe më në thelb ndryshimin e sistemit komunist në Shqipëri me atë të botës lindore. A mund të ndalemi pak për të pyetur më thellësisht pse ne ishim aq të ashpër, shumë më të egër dhe gjithmonë të fundit drejt lirisë, drejt çlirimit? Sepse komunizmi në Shqipëri ka patur një dukuri që ka qenë ndryshme nga komunizmat e tjerë, që kishte të bënte me kontekstin specifik të Shqipërisë, të daljes nga perandoria osmane dhe të institucioneve liberale siç u zhvilluan në fillim vitet e 20 dhe 30 në Shqipëri. Pra ishte një komunizëm që ndryshe nga shumë vende të tjera lindore u zhvillua paralelisht me betejën për sigurimin e kufive të vendit. Pra me një betejë nacionaliste, territoriale dhe kombëtare, dhe ku lufta ideologjike që bëhej si luftë klasore, si luftë kundër kapitalizmit apo si luftë për komunizmin, shkonte paralelisht me luftën për mbrojtjen e kufive. Dhe atë hapje që komunizmi kërkon si ideologji që teorikisht pason kapitalizmit, shoqërohej me një mbyllje që nacionalizmi kërkonte ndaj vendeve të tjera për të siguruar kufin, për të siguruar moscënimin e sovranitetit territorial. Dhe ky proces i formimit të shtetit shqiptar, që sigurisht ka filluar siç thash me rënien e perandorisë osmane, ka vazhduar me periudhën e Zogut dhe më pas gjatë dy luftrave dhe pas luftës ka vazhduar edhe gjatë komunizmit, dhe sistemi shteti komunist shqiptar e ka gjetur veten në një paradoks ku duhet të ishte edhe komunist edhe nacionalist, që në fakt nuk është se po ta marrësh komunizmin si botë kuptim, nuk është se shkon edhe aq mirë. Po më jep një ide tjetër lidhur me mbylljen dhe izolimin që pati Enver Hoxha për shqiptarët dhe Shqipërinë. Pra, është e justifikueshme izolimi që përjetoi Shqipëria gjatë komunizmit në 45 viteve? Jo, unë them që nuk është problemi, nuk është pyetja është apo nuk është e justifikueshme. Problemi është çfarë bëri Enver Hoxhën që të konsolidonte pushtetin dhe që nga një sër aktivistësh, politikanësh, personazhesh që ishin në lojë gjatë luftës, të konsolidojë dhe të dilte si lideri i komunistëve shqiptar. Cilat ishin ato elemente që e bën interesin e tij personal dhe leximin e kontekstit politik, ato përdorimin e betejave politike midis atij dhe kundërshtarëve të tij, çfarë bën që nga gjithë kjo sër personazhesh të tjerë që mund të kishin dalë, të jetë ai që arrin të mbajë pushtetin për mbi 40 vjet në Shqipëri. Në libër ke bërë një prolog shumë interesant, më bëri përshtypje. Duket sikur një ndalur gjatë te kujtimi i bukur, pra fotografia e bukur që ka pasur gjyshe jote me burrin e saj, dhe duket sikur ti po justifikoje sa kaq në libër se kjo nuk ishte një sjellje e keqe, ndërkohë që Shqipëria ishte nën pushtimin fashist. Ishte viti 1941, Europa ishte gjitha në luftë, kishte nisur lufta e përgjithshme. Pse u ndjeve se duhet ta përligje këtë jetë mundane të gjyshes tënde? U ndjeve pak e shqetësuar, të paktën unë kështu e ndjeva kur lexova librin. Ishin dy mistere. E para ishte që kjo ishte një periudhë e jetës së gjyshes time për të cilën unë ndija shumë pak, dhe ato që dija ishin të gjitha tregime të ngjyrosura nga jeta e saj e mëvonshme. Pra, kurdo që ajo fliste për periudhën e martesës, muajit mjaltit kaluar në Kortina etj, ajo tregonte këtë si periudha më e lumtur e jetës saj, ndërkohë që unë më vonë në studimet e mia historike, kur studion vitin 1941, 41 është një nga vitet ku flitet dhe përmendet si viti ku lufta e dytë botërore bëhet lufta më e përgjakshme dhe ku kemi betejën e Stalingradit. Në çdo front të Europës ishte një luftë, domethënë që kishte ngritur pyetje thelbësore, ekzistenciale për të ardhmen e gjithë kontinentit. Dhe unë gjithmonë e kam patur këtë mister, cila ishte, duke ditur gjithashtu që gjyshi sidomos ishte i majt, ishte socialist, gjyshja nuk ishte kolaboracioniste, nuk ishte as monarkiste, pra nuk kishte këtë lidhje ideologjike me
elitat e vjetra konservatore në Shqipëri, mua gjithmonë më bënte përshtypje si ka mundësi që nga kjo qasje ideologjike, ajo kur diskutonte këtë periudhë të jetës saj, fliste vetëm për aspektet individuale, për dasmën, për muajin e mjaltit, për, më thonë, Italia fashiste, pushtimi ishin si diçka që ishte në kontekst, po pjesë e dekorit, por pa ndonjë lloj domethënie, ndërkohë që për ne që e kemi studiuar historinë atyre viteve, lufta është ajo që e përkufizon Shqipërinë e atyre viteve. Dhe ishte kjo qasja individuale me këtë qasjen historiografike që nuk më shkoni, dhe pastaj fakti që ishte kjo fotografi që nuk isha parë asnjëherë, e një periudhë që vetëm e kisha imagjinuar. Interesant, ti se njeh këtë fotografi fare? S'isha parë asnjëherë dhe nuk isha parë asnjëherë asnjë fotografi të gjyshes me gjyshin nga ajo periudhë, sepse gjyshi shkojnë në burg dhe të gjitha ato kujtimet e tyre, letrat, sendet personale ju konfiskuan me pronat e tjera, kështu që unë kisha vetëm rrëfime. Dhe nëpërmjet këtyre rrëfimeve, kur ti përballesh me një imazh të kësaj periudhe, është një goditje edhe emocionale në një farë mënyrë, sepse papritur ti shikon dikë që nuk e ke parë kurrë, do të thonë, është gjyshja jote, por edhe nuk është në fakt gjyshja, sepse është dikush tjetër, një i panjohur, dhe kjo e fillon kërkimin e librit, të jetës së gjyshës nëpërmjet librit. Pse gjyshja e shihte me shumë romantizëm këtë periudhë? Vetë që Europa po përjetonte luftën e përgjakshme. Ishin kujtime të bukura të Bashkëshortit, romantike, ishte momenti vetëm në këtë muaj të mjaltit në Cortina, kur ishte domethënë 2 javë që ato kishin marrë për të shkëputur në mal nga gjithçka tjetër ndodhte rreth tyre. Ishte i vetmi moment që asaj ishte dukur sikur kjo ishte jeta e saj që ajo po jetonte vetë, sepse deri në ato moment të gjitha zgjedhjet që kishin bërë ishin zgjedhje të detyruara nga rrethanat. Edhe zgjedhja për të kthyer në Shqipëri nga Selaniku, edhe zgjedhja për të shtyr dasmën, sepse ndodhi pushtimi italian, ato kishin kohë që donin të martoheshin dhe, do të thonë, nga të gjithë këto episode të jetës së saj, ky momenti i muajit të mjaltit ishte ai momenti ku asaj ishte duke sikur tani vërtet e kishte në dorë, vetëm për atë pak kohë. Dhe e dyta që besoj ka edhe shumë rëndësi ishte që sigurisht kjo e re, dhe kjo periudhë e rinisë së saj, shumë shpejt rinia mori fund sepse gjyshi për 4 vjet, 5 vjet hyri në burg dhe ajo kishte një bashkëshort që për 15 vjet nuk e pa më kurrë dhe kur e takoi përsëri, ai nuk ishte më i njëjti njerëz që kishte takuar para 15 vjetëve sepse kishte qëndruar në burg, ishte dalë me traumat e burgut dhe të gjithë periudhën e para burgimit të Aslanit, ajo e interpretonte komplet ndryshe sepse e kishte të ngjyrosur nga një ardhme që akoma nuk e dinte atëherë, por me sytë të cilës shihte këtë të shkuarën në Cortina. Ky kurioziteti joti, ky vokacion për të shkuar drejt burimit, kur të ka lindur? Besoj nuk e di, me filozofinë, me studimet filozofike, por them që ka edhe një, dhe këto e kam kuptuar kur kam shkruar librin të lirë, që ka edhe një arsye më të thellë, që ka të bëjë me këtë efektet e tranzicionit dhe të kapërcimit të sistemeve në Shqipëri. Unë isha fëmijë dhe në komunizëm pak a shumë besoja çdo gjë që më thuhej për partinë, për enverin, për familjen, për shoqërinë në të cilën jetoja, besoja që kjo ishte shoqëri që kërkonte idealet e lirisë dhe në momentin e kapërcimit të sistemit e gjeta veten si e krahasoj gjithmonë me ato shpellarët e shpellës së Platonit, që në mitin e Platonit janë aty dhe kujtojnë se bota e vërtet është bota e shpellës dhe kur njëri nga të burgosurit del dhe sheh, jashtë kupton që në fakt ajo është vetëm botë hijesh, sepse jashtë është dielli, janë të vërtetat morale, të vërtetat metafizike e tjerë. Dhe ai momenti që ti dyshon autoritetin është diçka që nuk të ndahet kurrë, sepse ti fillon kur ty të kanë gënjur një herë, është shumë e vështirë që të besosh prapë në çdo autoritet që të thotë që shiko se tani kjo është liria. Dhe unë mendoj që kjo eksperjenca e tranzicionit dhe kjo dalja nga një gënjeshtër më ka bërë që të jem jashtëzakonisht e ndjeshme ndaj mundësisë të një gënjeshtre tjetër. Dhe edhe sistemi që ka pasuar, edhe për këtë edhe kërkimi ç'është liria e vërtetë, çfarë është dinjiteti i vërtetë, çfarë është barazia e vërtetë. Gjitha këto pyetje filozofike janë pyetje që më kanë shërbyer për t'i hequr stresat e ideologjisë ose për të munduar, për të kuptuar çfarë nuk po më thuhet nga institucionet sot, nga autoritetet sot, nga pushteti sot. Edward Thompson është një historian i njohur, i cili ka bërë disa ese të bukura për një kategori njerëzish, jo si juve, që kërkon të njohësh brezat paraardhës për të shkuar drejt vërtetës historike apo drejt burimit, por ai ka bërë disa ese që t'i shpëtoi të vdekurit nga brezat, nga paragjykimet apo nga përbuzja e brezave të ardhshëm. Kjo lloj përplasje
nuk është se nuk ekziston edhe tek ne. Pavarësisht se ne kemi një histori gjithmonë për paraardhësit shumë të vetëdijshëm si krenar, t'i duam, kanë lëmbresa, kanë sakrifikuar e tjera si këto. Nuk e dija që ka një kategori të tillë që i përbuz brezat paraardhës. Dhe ky ka bërë një ese shumë interesante për këtë. Si e vlerëson këtë pjesë? Nuk e kam lexuar asen, kështu që nuk e di argumentet tamam. Jo, si qasje filozofike? Për mua ajo pyetja që ka dalë që është shtruar në librin tim në lidhje me këtë çështjen e marrëdhënieve midis brezave, ka të bëjë me manipulimin e të kaluarës. Dhe prandaj dhe lidhet me çështjen e dinjitetit dhe në kontekstin e librit del në kontekstin e dinjitetit të gjyshës, çfarë do të thotë për një njeri që gjithmonë ka ngulur këmbë që vetmja gjë që nuk ka humbur edhe në këto stuhite historisë ishte dinjiteti, për dikë që nuk jeton më dhe nuk është më në gjendje që ta mbrojë dinjitetin e saj. Dhe pyetja është kush ka përgjegjësi për dinjitetin e një brezi ose të një njeriu që nuk jeton më, për të mbrojtur atë dinjitet dhe cila është mënyra më e përshtatshme për të folur për këtë temë në një kontekst historik kur ti e dyshon superioritetin ose e përsin e të tashmes ndaj të kaluarës. Ne gjithmonë mendojmë që ne që jetojmë sot, brezat e sotshëm dinë më shumë, janë moralisht më të mirë, kanë më shumë drejtësi, ndërkohë që gjithashtu jetojmë në një periudhë politike që kuptojmë që në fakt kjo mund të jetë edhe iluzion, sepse të gjitha ato fitore, betejë demokratike, liberale që duket sikur janë aty dhe ishin aty për të qëndruar, pak nga pak po humbin dhe po veniten dhe historia po rikthehet. Pra, në kontekstin që historia përsëritet, ku e gjen brezi i sotëm atë pozicionin moral për të gjykuar brezat e kaluar dhe cila është perspektiva nga e cila mund të rindërtoj historinë pa e manipuluar atë. Dhe për mua, sfida më e madhe në trajtimin e të vdekurve është si të mos i manipulojmë të vdekurit. Pra, si të tregojmë një histori që të jetë sa më autentike dhe të ketë këndvështrimin e tyre për veten aty në atë mënyrë në qasjen tonë. E pa vendosur të përcaktojë nëse do duhet një ditë të hyjë në politikën shqiptare, ajo është e rrept si akademike të lëshoj pe në ambicjet e një populli që edhe pas 35 vitesh pret ende derën e tjetrit ta mirëpres. Ideologjia sot e një Europe të bashkuar ka rënë, thot ajo. Ata që e krijuan nuk janë më. Sot Europa i ka sy te Atlantikut dhe nuk vepron si sovrane. Po shqiptarët, ku janë? Ideja ime është që kjo është një teori që është kritike si ndaj socializmit shtetëror të vit të shekullit të 20 dhe të formave të shtypjes që sillte ky lloj socializmi, edhe ndaj kapitalizmit të globalizuar dhe liberalizmit të shekullit 21 që është forma e re që ne na u servir nga historia si rendi ideal. Unë mendoj që në të dyja këto sisteme ka forma shtypje të lirisë. Në rastin e parë është një shtypje vertikale që i bëhet lirisë së mendimit, lirisë për të bashkuar, për të organizuar, për të manifestuar, për të udhëtuar, për ato gjitha ato mos shtypjet dhe mos lirit që ne i kemi njohur gjatë komunizmit, ndërkohë që në kapitalizëm dhe në globalizim ka një formë shtypje që nuk është personale, pra nuk vjen nga partia ose nga shteti ose nga lideri ose të paktën jo në të gjitha instancat, por që merr një formë anonime që rrjedh edhe nga indiferenca dhe nga disa vlera që konsolidohen në shoqëri, që na bëjnë që të jemi të gjithë në një farë mënyrë bashkëfajtor për një rend që edhe ai nuk justifikohet nga ana e të drejtave dhe nga ana e këtij koncepti të lirisë, që është një koncept pak më kërkues se ai që thotë që është vetëm unë bëj çfarë të dua. Për mua liria e të bërë çfarë të dua është një lloj skllavërie në fakt, sepse është një liri që nuk merr përgjegjësi për marrëdhëniet me të tjerët, ndërkohë që ne jemi gjithmonë fryt i këtyre marrëdhënieve reciproke. Kjo është arsye që shohim një vot populiste kudo sot, ku bëhen zgjedhje? Ajo unë them se ka shumë interpretime, por në qasjen time, një nga arsyet që të çojnë në konsolidimin e të djathtës populiste ka të bëjë me interpretimin e problemeve të globalizimit. Pra, janë dy interpretime që mund t'i japësh globalizimit. Nga njëra anë është thua që ky është një fenomen ekonomik, politik me shtrire globale dhe ato pakënaqësitë e shumicës së popujve në botë kanë të bëjnë me shtypjet që i vjen nga ky kapitalizmi globalizuar për cilin fola pak më parë, dhe në mungesën e një të majte që arrin të artikulojë një alternativë që e shpjegon pse ndodh kjo dhe cilat forma merr, konsolidohet një djathtë që e kthen konfliktin në konflikt midis civilizimeve dhe midis etnive të ndryshme, midis pakicave të ndryshme fetare, midis grupeve të ndryshme kulturore, dhe që një konflikt që është në natyrë konflikt politik dhe ekonomik e kthen në konflikt kulturor.
Dhe ajo që djathta ekstreme bën është që e përdor këto konflikte që kanë të bëjnë me globalizimin, i kthen në konflikte midis njerëzve që kanë kultura të ndryshme apo fe të ndryshme, dhe prandaj manifestimi më i gjallë i kësaj është lufta kundër emigrantëve, siç e shohim që zhvillohet në vende të ndryshme të botës dhe merr gjithmonë forma më të rrezikshme. Si e sheh nga perspektiva jote si filozofe, si mendimtare, këtë botë të trazuar sot? Është pyetje e vështirë për mua. Jo vetëm nëpërmjet letërsisë. Unë them që ne kemi 3 konflikte në botë, do të thënë 3 akse konflikti. E para është një konflikt i përfaqësimit politik, pra një zvenitje të demokracisë përfaqësuese, edhe një reduktim të partive politike në instrumenta që janë të kapura nga kapitali, nga oligarkët, nga tregjet, dhe në këtë aspekt mungon demokracia përfaqësuese. Problemi i dytë është problem ekonomik, pra kemi një pabarazi dhe këto pabarazi ekonomike çojnë pastaj në pakënaqësi dhe janë edhe ato që fuqizojnë më tepër këto forcat populiste të djathta, dhe kemi edhe një krizë të solidaritetit ndërkombëtar që bën që çdo komunitet ta kërkojë zgjidhjen brenda vetes dhe të mos shohë format e bashkëpunimit përtej shtetit dhe përtej kombit dhe përtej kufive të vendit. Pra është një polikrizë që ka këto 3 janë akset kryesore të saj dhe që bëjnë që çdo konflikt të interpretohet si i izoluar nga këto të treja, por në fakt manifeston forma të gjithë kësaj krize. Tani si zgjidhet kjo është një çështje shumë e madhe dhe shumë e vështirë. Unë nuk besoj që një intelektual ose një filozof ose një shkrimtar i vetëm e ka përgjigjen. Ato që mund të bëjnë është që t'japin një qasje kritike që e bën pastaj çdo individ dhe çdo qytetar të zgjohet dhe të mendojë çfarë aplikimesh ka kjo qasje kritike në jetën time të përditshme, unë si gazetar, unë si politikan, unë si qytetar, si aktivist i shoqërisë civile. Dhe mund të flas nga letërsia, çfarë kontribuon letërsia është pikërisht ajo që të ngrej të shtrojë këto pyetje kritike, por sigurisht për qytetarët në role të tjera, kjo pyetje merr përgjigje të tjera. Lea, faleminderit për të bashkëbisedim të mençur, për ekskluziv, për mendimin, qasjen, filozofinë tënde, por edhe urime për librin. Faleminderit, ishte kënaqësi.